dy kategori. E para është kontrolli periodik që bëhet tek mjeku stomatolog, që është e këshillueshme një herë në 6 muaj ose një herë në vit. Dhe brenda këtij kontrolli periodik mund të përfshijmë edhe pastrimin e gurzave, atë kontrollin për të parë nëse ka apo nuk ka prishje dhe florifikimin i cili do të ndihmojë në forcimin e zmaltit të dhëmbëve. Kjo është ajo që është e këshillueshme të bëhet çdo 6 muaj. Ndërsa pjesa e dytë, e cila është më e rëndësishme, përfshin larjen e rregullt të dhëmbëve mbas çdo vakti. E para. E dyta është përdorimi i fijes dentare, e cila dhe kjo këshillohet të bëhet paktën një herë në ditë. E treta mund të vi shplarja e gojës me këto solucione të ndryshme ose me gargarat e ndryshme të cilat shiten qoftë në supermarkete, qoftë në farmaci, dhe kjo paketë, pra thash, pastrimi i dhëmbëve, përdorimi i fijes dentare, shplarja e gojës dhe furçimi ose shplarja, larja e gjuhës, mund të quhet ajo rutina e përditshme e cila është e këshillueshme të bëhet mbas çdo ngrënie. Kështu që kemi ndarjen e kujdesit profesional që bëhet nga dentisti dhe pjesën tjetër e cila është më e rëndësishme për mendimin tim, nga që bëhet çdo ditë nga vetë personi në shtëpi. Si të veprojmë për zgjedhjen e pastës, të funçës së dhëmbëve dhe solucione të tjera shplarës si shtat jo? Zgjedhja e parë mund ta nisim me pastën, meqense bën shumë veta edhe ne në klinik janë shumë pacientë të cilët pyesen dhe duan të jenë të orientuar. Këshilla e parë do të ishte mos të gënjehemi nga emri, mos të gënjehemi nga efekti zbardhues që proklamojnë shumica e pastave, por duhet të jemi të vetëdijshëm se në përgjithësi shumica e pastave të cilat janë në treg, deri në 60% të përbërës vetvete i kanë detergjent, pra janë të ngjashëm me detergjentët që pastrojnë fajancat të lavamandëve ose të gjërave të tjera, kështu që nuk duhet synuar tek pastat e lira dhe nuk duhet synuar tek pastat e dhëmbëve të cilat thash pretendojnë se kanë efekt të madh zbardhues, pasi efekti tyre zbardhues është efekt gryerës, i cili nëse pasta përdoret në sasi të madhe dhe pa kujdes, do të ndikojë negativisht duke ngrënë ose duke gryer zmaltin e dhëmbit. Atëherë nuk duhet të besojmë emrave, por duhet të fillojmë të lexojmë tani. Dhe çfarë duhet kemi parasysh? Thash pikë e parë është një lëndë që quhet sodium lauril sulfat, që është sapuni. Dhe duan marr pastat që kanë në përqindjen më të ulët. Pasi e njëjta gjë gjendet tek sapuni i duarve, e njëjta gjë gjendet tek shampua, dhe të përpiqemi që të jetë në sasinë minimale tek pasta e dhëmbëve ose të kërkojmë pasta dhëmbësh të cilat nuk e kanë sodium lauril sulfat, është sapuni i duarve. Janë më të mira, të duhet të kenë. Nuk duhet të kenë, ose duhet të kenë shumë pak. Pasi ky jep thjesht efekt shkumus, ka anën psikologjike që po lajgojnë dhe ka qazim tepër. Për më tepër nga studimet e fundit del se është lënda, është pikërisht lëndë sapuni, e cila është shkaktare për plagët në gojë, të cilat krijohen herajerës tek njerëzit dhe janë detyruar të presin një periudhë 7 ditë deri në 15 ditë që të kalojë kjo. Shkaktari kryesor është sapuni i cili gjendet tek pasta e dhëmbëve. E dyta, duhen kërkuar pasta të cilat kanë përqindje të lartë fluori. Pasi fluori që merret qoftë nga pasta e dhëmbëve, qoftë nga gargara ditore, është një element i cili ndikon në forcimin e zmaltit. Sa duhet të jetë numri tregues i përqindjes? Në përgjithësi këto shnohen ose me përqindje, po them 0.5% ose 1% ose kanë një sasi 1200 ppm që tregon sasinë e fluorit. Duhet të jetë sa më e lartë. Pra, të kërkohen ose të jetë gjithmonë synimi për të marrë një pastë dhëmbësh e cila ka përqindje të lartë fluori. Këtu duhet bërë kujdes me ndarjen e pastave. Këto pasta të cilat kanë përqindje të lartë fluori janë të këshillueshme për personat që janë të ndërgjegjshëm, po them për moshën mbi 7 vjeç, 8 vjeç e lartë, dhe nuk janë të këshillueshme për fëmijët e vegjël. Tek fëmijët e vegjël, relativisht, domethënë nga mosha 3 vjeçare fillon pastrimi i dhëmbëve, kemi problemin që fillojnë e gëlltisin një sasi të pastas. Nëse kjo pastë do të ketë një përqindje të lartë fluori, dhe nëse ne jemi duke i dhënë dhe nga goja solucion fluori fëmijës për forcimin e dhëmbëve, atëherë kalojmë tek mbi doza. Për fëmijët është më mirë që pasta e dhëmbëve, fatmirësisht ka gjenden kudo, të jetë pastë pa fluor ose me sasi shumë të vogël fluori. Tani japin dhe me shije të ndryshme frutash që e bëjnë shumë më të kënaqshme për fëmijën, edhe nëse kjo pastë gëlltitet nuk ka asnjë efekt ansor për organizmin. Përsa i përket asaj pikës tjetër të efektit zbardhues, thash nuk duhen marr pastat e lira të cilat pretendojnë për efekt zbardhimi, pasi në mënyrë të vazhdueshme dëmtojmë dhe gryejmë zmaltin e dhëmbëve. Kjo është për pjesën e pastave. Përsa i përket gargarave, gargarat janë ose shplarësit e gojës janë të kategorizuar në gargarat cilat janë të këshillueshme për gingivat, për mishrat e dhëmbëve, personat cilat kanë probleme të gjakosjes, cilat kanë probleme me erën e gojës, mund të marrin gargarat të cilat kanë në brendi aromatik, me raste që janë aromatikët, kanë vitaminën C e cila i forcon gingivat, kanë dhe një lëndë të quajtur klorheksidin. Klorheksidin është lëndë e cila pengon formimin e asaj pllakës mikrobiale ose pllakës së verdhë e cila formohet tek pjesa ku bashkohet dhëmbi me gingivën, me mishin,
dhe në këtë mënyrë ka minimalizon mundësinë e problemeve të mishrave dhe të prishjes gojës. Ndërsa kategoria tjetër janë gargarat të cilat janë për dhëmbët dhe këto lloj gargarash kanë një sasi të konsiderueshme flori dhe përdorimi i tyre i përditshëm bën të mundur që dhëmbi të jetë më i mbrojtur ndaj prishjeve. Kështu që duhet të gjithmonë të synojmë tek gargarat të cilat kanë në brendi ose klorheksidinën ose tek gargarat të cilat kanë një përqindje të lartë fluori, në mënyrë që të kenë efekt edhe mbi mishrat dhe të kenë efekt edhe mbi dhëmbët, janë multifunksionale. Po furçat, si duhet i zgjedhim ato? Furçat, prap thash tek pjesa e furçave dhe kjo është pyetet shpesh. Pyetja e parë është, a ka diferencë ndërmjet furçave që përdoren manuale, furçat të cilat përdoren me dorë dhe furçave që janë me motor? Furçat elektrike nuk është se ka shumë diferencim, pra pak a shumë rezultati është i njëjtë. Biles më tepër këto furçat që janë elektrike i përdorin personat të cilat janë ose me aftësi të kufizuar ose personat që mund të janë deri diku dembel, pse se pak a shumë ti e vendos furçën dhe e bën vet punën, efekti pastrimit mbi dhëmbët është i njëjtë, si me furçat që janë me motor, ashtu edhe me furçat që përdoren manual, që përdoren me dorë. Ajo e cila është e rëndësishme tek furçat është, furça nuk duhet të jetë as me atë forcinë, pra nuk duhet të jetë as e fortë apo të fortë. As e fortë, as e butë, gjithmonë duhet synojmë tek medium. Markat e mira në përgjithësi në kapakun e furçës shnohet soft, e cila është e butë si furçë, medium ose hard. Gjithmonë duhet synojmë tek medium. Furçat të cilat janë shumë të buta, qimet e tyre bashkohen gjatë procesit të larjes dhe dëmtojnë zmaltin e dhëmbit, edhe furçat të cilat janë shumë të forta prap duke qenë temase të forta dhe jo elastike dëmtojnë zmaltin duke e gryer. Medium është ideale edhe për të pastruar dhe mos dëmtuar dhëmbin, por edhe për të bërë të mundur heqjen atyre e pllakës bakteriale, është e këshillueshme gjithmonë furça të jetë medium. Pikë tjetër, majat e furçave, ose më saktë duhet lexuar gjithmonë instruksionin kur blihet furça, duhet të jenë të rrumbullakosura. Pra majat e qimeve të furçës duhet të jenë të rrumbullakosura në mënyrë që të mos acarojnë dhe mos të vrasin pjesën e mishrave në fazën dhe në procesin e larjes. Ka furça që i kanë fijet në të njëjtën masi janë të barabarta, por ka dhe furça të cilat fillojnë në brendësi janë më të shkurtrat dhe mbarojnë më të gjata. Të parat, unë mendoj se janë të mjaftueshme nëse përdoret siç duhet, edhe nëse qimet e furçës janë në të njëjtin nivel, edhe nëse janë të ndërthurura, që është kjo cross action, pra veprimi që punojnë me dy kahet, në përgjithësi pastrimin e bëjnë njësoj. Vetëm tash rëndësika që të jetë cilësore, të jetë medium, pra mos të jetë shumë e fortë si furçë, dhe majat e qimeve të furçës të jenë smooth, nga anglisht, të jenë të zbutura, të jenë të rrumbullakosura, që të mos vrasin gingivat. Këto janë të rëndësishme. Pjesa tjetër pastaj janë detaje që nuk është se kanë shumë rëndësi në efektin e larjes së gojës. Po për fëmijët e vegjël rekomandohen furçat e të mëdhenjve? Apo duhet që të respektojnë furçat e të vegjëlve për të vegjël? Duhet mendojmë këtë. Fëmia ka nevojë për çdo gjë, po dal nga pjesa e gojës, këpucën e do sipas këmbës që e ka të vogël, veshjen e do sipas trupit që e ka të vogël, e normalisht edhe goja është më e vogël, dhëmbët e qumshit janë më të vegjël, kështu që nëse ne i blem furçën e të madhit, e ka vështirë ta fusë në gojë, e ka vështirë të laj gojen. Prandaj është e këshillueshme furçat për të vegjël, pse se ideale një furçë është që koka të jetë aq e madhe sa gjerësia ose më saktë sa distanca e 2 deri në 3 dhëmbëve, jo më e madhe. Po të jetë më e madhe është vështirë të çohet në fundet e gojës, edhe është vështirë të bëhet larja siç duhet e gojës. Kështu që më mirë për fëmijët marrin furçë për fëmijë, ndërsa për të rritur të furçat për të rritur. Në varësi të përdorimit të furçës ose të zakonit të larjes dhëmbëve, gjithmonë mbas ngrënies së vakteve, është e këshillueshme që furçat ndrohet një herë në 3 ose një herë në 6 muaj. 6 muaj. Dhe ndalojmë tani tek mënyra më e mirë për larjen e dhëmbëve. Cila është kjo mënyrë? Duket sikur të gjithë e dim, por në fakt edhe ajo ka mënyrën e vet për të bërë kështu një realizim sa më të mirë të larjes së dhëmbëve. Domethënë tek mënyra më e mirë. Mendoj se këtu regjia do na ndihmojë duke futur disa nga pamjet të cilat un kam zgjedhur me mënyrat e larjes së gojës, edhe pastaj unë do të dëshiroj mbi model të tregoj se si mund të bëjmë në mënyrën më të mirë furçimin. I kemi dhe të ilustruara në plazëm. Pra pjesa e parë gjithmonë furça vendoset në pjesën ndërmjet dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve në mënyrë që të bëjë larjen e qoftë të dhëmbit, po të bëjë dhe pastrimin e pjesës së gingivave. Kjo do të ishte faza e parë. Mund të vazhdojmë edhe me fotot e tjera. Vendoset në një distancë duke përfshirë tash 3 dhëmbë dhe më pas bëhen deri në 10 lëvizje të buta, të cilat do i tregoj më pas mbi model dhe gradualisht bëhet zhvendosja e furçës në të gjitha pjesët e dhëmbëve dhe të mballëve. Këtu kemi larjen në pjesën e poshtme, pra veç larjes së pjesës së jashtme të cilës të gjithë kushtojnë rëndësi, e rëndësishme është bëhet edhe larja e pjesëve që bëjnë përtypjen e ushqimit.
Pastaj këto janë zona ku grumbullohet shumë ushqim. Më pas duhet treguar kujdes për larjen në pjesën e brendshme, si të dhëmbëve të sipërm, ashtu edhe të poshtmëve. Vetëm kjo duhet bërë me kujdes që të mos përkatet pasqyra me past. Dhe e fundit, por më e rëndësishme është edhe furçimi i gjuhës, pasi gjuha është shkaktari kryesor për mbajtjen të gojës. Janë pikërisht ato mikroorganizmat. Këtu kemi disa foto që janë më kompleks, pra larjen e pjesëve të jashtme, pjesëve të brendshme, anën e gjuhës dhe të pjesës ku bashkohet dhëmbi me pjesën e mishrave. Këto janë pak a shumë mënyrat e larjes gojës. Ndërsa tani nëse do të kishim mundësi të fokusohemi tek modeli që un kam në gojë, në dorë, do dohet të sqaroja më në detaje atë procesin e larjes së dhëmbëve. Po. E kemi të ilustruar? Jo, më mirë do ishte të fokusoj kamera tek modeli që un kam. Po, është i fokusuar. Pra, pika e parë, furçën nuk e lagim, pra nuk e fusim në ujë. Furça duhet të jetë e palagur dhe sasia e pastës e cila vendoset mbi furçë është sa një kokër bizele. Jo si të shohim reklama që e mbushin nga cepi në cep, nuk ka nevojë për aq shumë. Kur vëmë një sasi të madhe paste mbi furçë, atëherë kemi thjesht efekt shumë të madh shkumimi dhe kemi problemin tjetër që nuk kontrollojmë më lëvizjet që bëhen për larjen e gojës. Pra thash duhet të jetë sa një kokër bizele, pak pastë është e mjaftueshme, vetëm duhet përhapet në gjithë sipërfaqen e furçës dhe është e rëndësishme që furça të mos jetë e lagur. Nëse e lagim furçën përpara se ta fusim në gojë, qimet e furçës ngjiten me njëra tjetrën dhe krijojnë një efekt gryerës mbi dhëmbët. Faza e parë. Faza e dytë, goja duhet të jetë e hapur, jemi para pasqyrës, goja duhet të jetë e hapur dhe furça vendoset me kënd 45 gradë ndërmjet mishit të dhëmbëve dhe dhëmbit. 45 gradë. Dhe më pas bëjmë lëvizje të lehta rrethore me forcën që un jam duke e bërë këtu. Këshillohet deri në 10 lëvizje në çdo zonë, jo para pas, jo lart poshtë, po thjesht lëvizje rrethore, sikur jemi duke bërë rreth mbi dhëmbët, dhe është e këshillueshme deri në 10 lëvizje për çdo zonë. Më pas duke spostuar furçën, vazhdojmë duke bërë larjen si fillim të arkadës të pjesës së jashtme. Më pas kthehet furça në këtë pozicion, me kujdes është pasi ky është një pozicion që s'përkat dhe më goxha pis pasqyrën, bëhet larja e pjesëve të brendshme të dhëmbëve. Më pas me lëvizje para pas bëjmë pastrimin e pjesës që bën përtypjen e ushqimit, ku janë zonat ku ngelin shumë më tepër ushqimet, dhe së fundmi kemi larjen e pjesëve të brendshme të qelzës. Në këtë mënyrë lajm pjesën e jashtme, lajm pjesën e brendshme, lajm dhe pjesën që bën përtypjen e ushqimit. I njëjti kënd është i vlefshëm dhe për nofullën e poshtme, furça vetëm se vendoset me kokë poshtë, prapë me 45 gradë, dhe në këtë mënyrë kemi të mundur që të bëjmë pastrimin edhe të dhëmbëve dhe të mishrave dhe me të njëjtat lëvizje thash, sikur jemi duke bërë rreth, po me lehtësi, jo me fuqi. Nëse ne do të përdorim furçën me shumë forcë mbi dhëmbët, kemi efektin negativ dhe fillon vetë furça vepron si një sharr dhe me kalimin e viteve tek pjesët, tek qafat e dhëmbëve fillojnë të duken ato efektet e gryerjes nga furça. Në mbarimin e gjithë këtij procesi thash bëhet edhe larja e gjuhës për të minimalizuar problemet e të erës së gojës. Pra duhet kemi parasysh që larja nuk bëhet vetëm në harkun e jashtëm, pasi dhëmbi nuk është se ka vetëm faqen e jashtme, por bëhet jashtë, në pjesët e brendshme, në pjesët ku bëhet përtypja e ushqimeve. Dhe një larje e plot është një larje që zgjat rreth 2 minuta. Pra thash një vendosje e furçës bëhet me 10 lëvizje. Kjo mund të quhet një larje e plot. Po çfarë mund të bëjmë në ato raste kur nuk mund t'i lajmë dot të dhëmbët? Kjo ndodh më shumë te njerëzit të cilët janë zënë me punë. Okej, në mëngjes shumica e lajnë se duan të kenë dhëmbët të pastër kur shkojnë në punë ose në shkollë. E këshillueshme është që larja të bëhet patjetër dhe ndark. Për faktin se ndark ndalon rrjedhja e bështymës ose minimalizohet rrjedhja e bështymës në gojë dhe janë shumë të prirur dhëmbët për prishjen. Ndërsa në periudhën e drekës, nëse nuk është mundësi e larjes, është shumë e këshillueshme përdorimi i çumçakizit, po gjithmonë çumçakizit janë pa sheqer me ëmbëlsues. Përtypja e çumçakizit për 10 deri në 15 minuta stimulon më tepër rrjedhjen e bështymës në gojë dhe në këtë mënyrë bështyma bën shplarjen e dhëmbëve dhe ul aciditetin dhe nuk krijon një ambient që mund të krijojë prishje. Diçka. Pjesë tjetër mund të jetë thjesht vetëm larja ose shplarja e gojës mbas ngrënies në drek. Dhe një pjesë e fundit nëse është e mundur konsumimi i ushqimeve si puna e karrotës, me raste të kikirikave, këto janë gjëra të cilat stimulojnë bështymën dhe bëjnë të mundur që të jetë goja më e pastër. Pra në rastet kur nuk është mundësi e larjes, tham çumçakizi, shplarja e gojës, dhe nëse është e mundur konsumimi i ushqimeve si karrota ose kikirik, gjëra të cilat shtojnë rrjedhjen e bështymës në gojë. Pak më parë ju përmendët përdorimin e fillit dentar si edhe gargarat. Në cilën moshë fillojnë të përdoren këta? Fija dentare duhet të përdoret në momentin kur personi fillon kalon atë moshën
12 vjeçare që i ka gjithë dhëmbët të përhershëm dhe fija dentare është e nevojshme për faktin se me furçimin, me larjen e dhëmbëve, me furçin e mund të pastrojmë vetëm sipërfaqet e dukshme, ndërsa me anë të fijes pastrojmë pjesët ndërmjet dhëmbëve. Pasi me furçë vetëm 60% e pastrimit të gojës realizohet, e 40% që tjetër bëhet me anë të përdorimit të fijes dentare. Fija dentare, unë vetë fijen dentare kam mësuar në fakultet. Domethënë vit 3 në fakultet, dhe që nga e konë nuk heq dorë prej saj, pse është diçka që e lehtëson gojen, e ndjen veten shumë më mirë dhe merr vetëm 1 minutë ose 1 minutë e gjysmë që mund të bëhet fare mirë kjo në darkë ose e bën në banjë para pasqyrës ose mund ta bësh qoftë edhe duke parë televizorin, dhe është një zakon i cili minimalizon mundësinë e prishjes ndërmjet dhëmbëve. Siç e shëndem figurë, këtu kemi atë lidhjen e fijes ndërmjet dy gishtave të mezit dhe më pas me gishtat tregus ose me gishtat e mëdhenj pozicionohet fija dhe bën të mundur pastrimin ndërmjet dhëmbëve. Vetëm se kjo duhet bërë për gjithë dhëmbët, pra niset nga majtas, djathtas, lart ose poshtë dhe pastrohen gjithë hapësirat ndërmjet dhëmbëve. Kjo minimalizon mundësinë e prishjeve ndërmjet dhëmbëve. Thash këshillohet mbas moshës 12 vjeçare që të jenë gjithë dhëmbët e përhershëm në gojë. Është e mjaftueshme një herë në ditë. Ndërsa për pjesën e gargarave, prap do të thosha mbas kësaj moshe, gargarat këshillohen të bëhen para ose pas larjes së gojës. Pra mund të bëhen 2 deri në 3 herë në ditë pas edhe një problem. Dhe tani ndalojmë tek pasojat e moskujdesit për higjienën e gojës. Çfarë do të ndodhë? Pasojat e moskujdesit. Së pari do të them, do të heqim dorë nga mentaliteti që un kam gjyshin i cili si ka larë dhëmbët as edhe një herë, edhe i ka gjithë dhëmbët në gojë. Okej, mund të jetë gjyshi i Hasanit ose gjyshi i Hysenit, po jo të gjithë gjyshrit i kanë dhëmbët në gojë. Pra, përjashtimet caktuara nuk merren për bazë. Një person nëse dëshiron që të ketë një gojë të shëndetshme, të ketë dhëmbë të shëndetshme, mos ketë ergoje dhe të mos ketë probleme të ndryshme, qoftë me gojën, qoftë me shëndetin, thash duhet paktën 2 herë në ditë të bëj larjen e rregullt. Në momentin që nuk bëjmë larjen e gojës, çfarë ndodh? Në pjesën ndërmjet dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve fillon edhe formohet pllaka bakteriale. Unë këtu prapë do të desha që regjia të na ndihmonte me fotot që kanë lidhje me sëmundjen e mishrave. Dhe fillon formohet pllaka bakteriale. Në fazën e parë është diçka e verdhë dhe e butë, me kalimin e kohës, nëse nuk do të lahen dhëmbët rregullisht, problemi që ndodh, pra këtu kemi mishra të shëndetshëm, kanë atë ngjyrën roz të shëndetshme dhe në krahun e djathtë kemi ato distancën ndërmjet dhëmbëve ku dhe mishrat dhe kockat duken mirë. Nëse nuk do të lahen dhëmbët me kalimin e kohës, mund kalojmë tek fotua e dytë. Fillojnë këtu kemi një skuqje të mishrave, kjo është faza e parë e sëmundjes mishrave. Mishrat fillojnë të skuqen, rrjedhin gjak kur preken ose kur hahen ushqime të forta, dhe siç duket edhe tek fotua në krahun e djathtë, duket edhe këtu acarimi i lehtë dhe kanë filluar të formohen dhe gurzat, pasi problemi i dytë janë gurzat. Tani mund të kalojmë tek fotua e tretë. Me kalimin e kohës, kjo ndoshta mund të ndodhë një periudhë disa mujore ose ndoshta edhe disa vjeçare, mishrat janë shumë më të acaruar, niveli gurzave bëhet më i dukshëm, fillojnë të triqen pjesa e gingivave e mishrave, kemi problemin e pamjes së keqe, kemi problemin e erës së rënd të gojës dhe fillojnë gradualisht kocka, e cila mban dhëmbët në nofull, të ulet niveli i saj. Pra, fillojnë të zbulohen themelet e ndërtesës, mund të thoshëm në një shprehje tjetër. Që janë shumë të rëndësishme për të ruajtur. Për të ruajtur, po. Këtu kemi një fazë të avancuar dhe nëse do të kalojmë tek fotua tjetër, këtu e kemi në atë fazën që mund të quhet vërtet katastrofike, pse kjo ndodh mbas disa vitesh mos tregimi kujdes për gojën, kemi një treqje të nivelit gingivave, duken rrënjët e dhëmbëve, gurzat janë shumë të dukshme dhe ka rënë te masa niveli kockës dhe dhëmbët janë si punë e saj fijes ose janë si punë e gjelperës në gjalp. Dhe kjo është agjendja përfundimtare ku rrënjët e dhëmbit janë komplet zhveshura dhe ngelet vetëm heqja. Pra kjo është pasoja e mos tregimit kujdesit për gojën. Ka raste kur dhëmbët megjithëse mund të jenë të shëndetshëm, përfundojnë të hequr vetëm si pasojë e problemeve me mishrat dhe me gurzat e moskujdesit. Doktor, ju falenderoj, shpresoj që ti kemi ndihmuar të gjithë teleshikuesit për mënyrën se si ata të kujdesen për dhëmbët e tyre dhe shpresoj të kemi sërish në emisionin e ardhshëm. Shëndeti nuk vjen tek ju. Ju duhet të shkoni te Shëndeti. Klinika Dentare Vrioni ofron cilësi, metodat më të fundit mjekësore dhe sjell për herë të parë në Shqipëri metodat hollywoodiane të stomatologjisë estetike. Hipnoza mjekësore dhe teknikën e sedacionit. Shërbimi specializuar për fëmijët, implantologji, kirurgjia orale, ortodonci, trajtimi sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve. Klinika Dentare Vrioni.